Këshilli i Ministrave ka miratuar me urgjencë në mbledhjen e kësaj të mërkure aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Ky vendim do të duhet ratifikohet në seancë plenare. Ditën e djeshme, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla u ka kërkuar deputetëve të Partisë Socialiste që të rrinë të gatshëm për një seancë të posaçme për miratimin e këtij vendimi. Sot Këshilli i Ministrave ja përcjell dokumentin e miratuar kryetarit të Kuvendit, që më pas të caktohet edhe seanca plenare që sipas burimeve pritet të mbahet këtë javë. Ftesa e Trump ishte një jackpot për Edi Ramën, i cili prej një viti nuk kishte asnjë kontakt me administratën e presidentit amerikan, edhe pse shumë shtete e shohin me rezervë këtë ftesë. Ramos i mjafton të jetë në një tryezë me Trumpin. Për këtë arsye, kreu i qeverisë bëri të ditur se do të pranojë të jetë pjesë e bordit teksa çështja do të kalojë për miratim në Kuvend. Për këtë arsye, socialistët janë vënë menjëherë në lëvizje për përgatitjen e aktit, i cili do të kalojë me procedurë të përshpejtuar. Fillimisht drafti miratohet në qeveri dhe kjo ka ndodhur tashmë, pjesa tjetër i takon Kuvendit. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh sot se Selia Blu mbështet plotësisht dhe vlerëson përpjekjet për paqe në Gaza të presidentit amerikan Donald Trump, duke mos e mohuar votën pro Ramos. I pyetur nëse demokratët do të votojnë pro aderimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes, pas ftesës së presidentit amerikan Donald Trump, Berisha tha se nuk ka asnjë dieni dhe do të informohet në lidhje me këtë gjë. Duke qenë se qeveria miratoi aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes dhe tashmë pritet të kalojë në Kuvend, Berisha tha se Rama e bëri me urgjencë këtë veprim për të shpëtuar nga protesta.